Ti. Urdhroni zoti kryetar. Ti. Ja gëzuar. Dhe mirë se na erdhët. Gëzuar dhe mirupafshim. Kaq shpejt. Na pret populli. Populli atë punë ka të presë. Dakor. Gëzuar. Gëzuar, thash. Hani. Hani më! Ju lutem shumë mos në rryni. Ha, po nuk ha, është puna ime. Ju lutem shumë. Nuk folon, zoti kryetar. Më vazhdoni këtu ju vend. Çau largoni që këtej. Ullë, ku shkon? Ullë. Hani zoti kryetar. Hani. Çfarë nuk ju pëlqen? Si? Sallatën që keni në për pjatër. Na pëlqen? Po nuk e kuptojmë pse ndonjë fletë sallate e hidhni para dyerve të partisë tonë. Mirë unë po ju pse e merrni? Po do mbajmë pastër vendin e punës. Prandaj ju dua dhe unë të më pastroni sallatin. Pak e vështirë. Se? Nuk ka ujë. Pse ju kemi kryetar partijet, na sillni ujë? Alo. Zoti kryetar? Po, Karafil Lëngu ju dëgjon kryetari i bashkimit që bën fuqinë. Zoti Karafil, po ju presim në studio. Studio? Emisioni Buzëqeshjet e viteve. E haruat zoti Lëngu, sot është e shtunë. Aty e kishim mendjen. Buzëqeshjet e viteve. Urdhër? Lart njerëzit dëfrejnë, kërcejnë, këndojnë, vallëzojnë. Di, ka dasëm. Das. Po se ç'bëhet aty lart vendoset këtu. Po. Zënjush, jam në një darkë pune, jam këtu me disa kolegë. Ju lutem, vazhdoni juve, vazhdoni emisionin se nuk vënohem. Nëse keni televizor në restorantin ku po darkoni me miqtë tuaj, i ftoni ata që në këto momente të ndjekin një pjesë humoristike nga estrada e qytetit të Tiranës. Estrada Tiranës. Ai? Ju lutem shumë mos ndërhyni. Ju çdoni që ndërhyni, ju thash mos flisni. Mirupafshim, faleminderit. Pastroni këtë pjatën, ikeni sallatën. Po nuk kam gjetur. Kalzor!
Po, kokën hëngshi! Desh me prishët kostumin e ri. Zoti filozof. Zoti profesor. Maskarite! Ashtu është. Maskarite! Surdhë. Maskarite! Ashtu është. Një hëngji! Një valagji, një shpalagji! Të më shaj filozofin. Ashtu është. Falni, zotri. Zoti jurë të hem desha. Aju! Më falni. Mund të filloj mësimin, zotri? Urdhoni. Shëndet. Faleminderit, zotri. Faleminderit. Që shdoni të mësoni, zotri? Ç'të mund? Se më pëlqen shumë të bëhem editor. Dhe më vjen të pëlcas nga marazi kur mendoj që babai dhe nëna nuk më mësuan të gjitha shkencat kur isha i ri. Ky është mendim i arsyeshëm, zotri. Shumë i arsyeshëm. Namësin e doktrina, vita est quasi mortis in maggio. Besoj se e dini latinishtën dhe e kuptoni çdo. Po si e di? Si nuk e di? Po ta zëm se nuk e di. Ju lutem më thoni çdo më thënë. Kjo do të thotë, zotëri, se jeta pashk. Falni. Jeta pa shkencë është pothuajse pasqyrimi i vdekjes. Ka drejta e latinishte. Po falni, zotëri, po juve nuk dini gjë nga shkencat fare? Po si? Di shkrim dhe këndim. Shkrim. Mirë, atëre doni t'ju mësoj logjikën, zotëri. E që thot kjo logjika? Logjika u mëson njerëzve 3 veprimet e mendjes. Cilët janë 3 veprimet e mendjes? Veprimi i parë, i dyti edhe i treti. I pari u mëson njerëzve, zotëri, ta marrin me mend çdo gjë me anën e ideve universale. Ideve universale. I dyti të gjykojnë me vend me anën e kategorive, kurse i treti të nxjerrin pasojat me anën e figurave. Barbara, Celarent, Darin, Ferio, Bara Lipton. Bara Lipton. Jo. Pas ka fjalë zogshme kjo logjika. Më mëson diçka tjetër më të thjeshtë, më të bukur. Që mësoj moralin, zotri? Ç'thot ky moral? Morali u mëson njerëzve të jenë të lumtur, të jenë të matur, të vënë fre pasioneve të tyre, zotri, të vënë fre. Jo, edhe kjo nuk është gjë. Se dhe unë jam si gjithë djajtë e tjerë, dhe jam shumë nervoz. Dhe kur më vjen këtu në majtë hundës, nuk ka moral në botë të më qetësoj. Zotri, unë këto të lëviz nga kjo shtëpi, pa jo mësuar fizikën. Përse prallos kjo fizika? Fizika? Fizika, zotri, është ajo shkencë që merret me studimin e fenomeneve të natyrës, me shkaqjet e gjithë meteorëve, me yjet, po me bisht, me flakën, zotri, që ndisët të varre, me rufën, shëndet, rufenën, me cikën, të borën, tufanin, zotri, tufanin. Jo. Edhe kjo pas ka potere të madhe. Diçka më të thjeshtë. Jo. Shtë mësoj, zotri, unë jam gati. Më mësoni shkrimin. Pas taj kalendarin që të di kur ka hënë e kur s'ka. Shkrimi fare bukur. Tani do t'ju mësoj tamam si një filozof.
Në radhë të parë duhet të dini zotëri se shkronjat dahen në 2 grupe të mëdha. Në zanore, që quhen kështu sepse shprehin zëra, zanore, zëra. Dhe bashkëtingëllore, që quhen kështu sepse e marrin zërin borxhe, nga zanoret e marrin. Dhe shënojnë ulje edhe ngritje, ulje edhe ngritje të zërit. Këto i kuptoj për bukurin. Aja zotëri shqiptohet në këtë mënyrë. Goja hapet plotësisht. Aja në fulla e poshtë me dik për para. Për para? Shumë bukur, profesor. Ija. Buzët zgjaten fort deri të gveshët. Më shikoni gjithë? Më fort? Ju faleminderit. Lutem, po kështu po. Oja. Buzët rumbullakosen. Rumbullak. Yja zotëri, buzët zgjaten për para, por pa i takuar. Më shikoni, lutem. Sikur përqeshim njeri, zotëri, kur duam të përqeshim njeri, nuk ja bëjmë në Ajo. Profesor, ku nuk i mësova të tëra këto kur isha i ri. Baba, moj nën, nuk di si t'ju mallkoj. Profesor. Pak prapa. Të tretën. I falinderit, profesor. I jeni shumë i zotë. Nuk di si t'ju falinderit. Ju lutem, do t'jam sot të tëra me themel, tamam, si një filozof. Profesor, kisha diçka. Do t'ju them një të fshetë. Do ju hap zemrën. Një minutë. Dashuroj një grua nga një dere madhe. Dua t'i shkruaj 2 fjalë në një pusull. Dhe t'ja hirë të këmbët. Thap, po 2 fjalë të lezetshme, të bukur. Do ne t'i shkruajmë në vargje, zotëri? Në vargje. Jo, nuk i dua në vargje. Vetëm në prozë? Jo, nuk i dua as në vargje, as në prozë. Më falem, po, do t'jetë njëra nga të dy? Pse? Se s'ka mënyrë tjetër për të shprehur përveç prozës edhe vargut. Si nuk pas ka mënyrë tjetër përveç prozës dhe vargut? Jo, zotëri, ajo që s'është prozë është varg, dhe ajo që s'është varg është prozë. Po mirë, kështu si flasim ne tani ç'është? Kjo është prozë. Prozë? Kur them unë, Nikolet, më sill pandoflat dhe skufin e natës, ç'është? Prozë? Po! Pas kam 40 vjetë që flis kam prozë, nuk e ditë kam. Profesor, ju faleminderit shumë që më mësua të gjitha këto. Ju jam bërgjëli, profesor. Si që u thash, dua të shkruaj një letër, një pusull. Dëgjoje. Markeze bukur, sytë tu të zezë, më therin mu në zemër. Po dua që këto fjalë të jenë brekse, me kulturë bukur. Markeze
Markeze bukur. Ti shkruajmë që shkëlqimi I syve të saj ju azhurit të zemrën. Jo, të thash vetëm ato, vetëm ato. Që ju voni shpirtërisht për të. Jo, vetëm ato, vetëm I dua të shkruajtura bukur, pastër dhe me kulturë, të rënditura mirë. Po sikur, t'ja thoja unë shërbëtores suaj, edhe ju vetë më dëgjonit. Dakor. Jo, se ja thot gruas pasaj, më mirë mua. Po, gruaj. Ju lutem, një minutë, se më duket, jeta, ja këtu, Markezja, mund të thonë ashtu si shtatë ju, si shtatë ju. Markez e bukur, sytë e tu të zezë, më therin mu në zemër. Ose, sytë e tu të zezë, e bukura Markez, më therin mu në zemër. Jo, as kjo. Ose, mu në zemër më therin e bukura Markez, sytë e tu të zezë. Mirë, po nga këto, cila është me e bukura? Ajo që thatë ju, ajo që thatë ju. Markez e bukur, sytë e tu të zezë, më therin mu në zemër. Markez e bukur, sytë e tu të zezë, më therin mu në zemër. E shikon, unë nuk kam studiuar fare dhe e gjeta në të pare. Profesor, ju falimderit. Ju falimderit, profesor. Nuk di se t'ju falimderit, profesor. Ju falimderit. Të vini përsëri nesër, të mësoni shkollët e. Pa tjetër, nesër do mësojmë bashkëtingëlloret. Fënë. Dënë. Pënë. Para. Para. Më falni se harrova literaturë. Falni. Tjetër avaskë. Po që shkëshu me ty mërë burë? Po që janë mërë këto palasolloqe? Mërë po talesh me botën këshu apo kërkon të talet bota me ty? Vetëm budallik dhe budallaqet mund të tallen me mua grua. Lere gjithë me zonjë, po kam dëgjuar se zotni Jana pas ka pajtuar dhe një profesor të filozofisë. Po! Duhet bëmi ditur. Duhet ditë çdo gjë. Të kaluar nga mend fare. Mos kërkon të shkosh në kolegj të rajnë ata mësuesët batakçi siç rajnë fëmijët e vegjël? Fol këtu. Më vjen të pëllcas ku kam të bëj me gra kaq budallaqe. Ju jeni ignorante. Zonjë, mos u shqetësoni, zonjë, mos u shqetësoni. A e dini se ç'po thoni ju në këtë çast? E di mirë se ç'po them. Po ti shiko të heqësh dorë nga këto budallaqe që po thon. Mirë. Unë ju pyes. A e dini se ç'janë këto fjalë që po thoni tani? Këto janë fjalë me mend, kurse sjellja jote është fare pa mend. Nuk më kupton më e uruar. Unë të pyes. Fjalët që këmbejmë bashkë, gjua që përdorim, si quhet? Pralla. Prap nuk më kupton. E shikoni që nuk e dini. Fjalët që flasim bashkë, gjua që përdorim tani, si quhet? Quhet si na pëlqen ta quajmë. Quhet pros, moj budallaqe. Pros! Pros! Po si, çdo gjë që është pros nuk është varg, e çdo gjë që është varg nuk është pros. E kuptoni më çdo më thënë ti je I ditur, ha? Ti. Unë zotni? Urdhroni. Ç'bën ti për të thënë y? Unë them y. E di më që thua y, po ç'bën ti për të thënë y?
Bëj si thoni ju, zotni. Zjat buzët për para moj budallaqe, si kur përqesh njeri. Më duke se të gjithë jemi duke bërë Të gjithë ne në këtë botë jemi duke luajtur estradë, zoti kryetar. Estradë, teatr, komedi, tragedi, cirk, Teatr kukullash. E gjithë jeta është një sallat tragjikomike. Sidomos këto 10 vjetët e fundit, janë shtuar shumë aktorët në parlament, parti dhe qeveri. Është shtuar shumë dashuria midis njëri tjetrit. Kemi dashuri të madhe. Ja, mbrëm, në një koktejl 2 kryetar partisë u përqafuan me njëri tjetri me kaq mall, me kaq dashuri, sa desh janë zorën sytë si topa ping-pongu njëri tjetrit. Dashuri e madhe, po shqyr që njëri gjeti një lev dhe i ndau se ndryshe nuk shqiteshin. Zotëri nderuar, duke u falenderuar për këtë darkë të këndshme dhe për këtë atmosferë të gëzueshme dhe miqësore që kaloi partia jonë bashkë me ju, ju lutem shumë na jepni leje që të largohemi. Jo. Atere po ikim pa leje. Ullu! Nuk miratohet. Jo. Atere vazhdojmë seansën. Mirë, atëre kam dhe unë një pyetje nga salla. Ti lë prallat. I lëm. Përsa erdhe këtu? Se dua mut. Këtu nuk ka. Atere po iki. Pret. Të solli njeri me dhungru apo erdhe vetë? Vetë. Me kam tatua? Me këmbët e mia që mu thafshin. Atëre kam të drejtë të pyes, pse erdhe? Por zotëri nderuar. Mund ta di partia jon se me cilin ka nderin që darkon në këtë darkë të këndshme që kalon në një atmosferë të gëzueshme dhe miqësore. Domethënë, mund ta dim si quhet zotëria që ndodhet përpara hundës partisë tonë. Zotëria quhet kriminal. Kriminal plumbi. Si emri i dëgjuar është, sidomos të 10 vitet e fundit. Po partia jon për herë të parë po ju njeh nga afër. Ju lutem shumë juve mos ndryheni. Leri filmat. Zotinelli, çfarë pune bëni ju? Unë jam kryetar si ju. Kryetar? Po. I kujt partie? I PPSH-s. Partia e puseve shqiptare. Partia e puseve shqiptare? Po. Ne punojmë nën tokë. Nën toka jonë është e pafsur me naftë. Dhe bëni Nuk është fjala për naftë këtu. Atëre puse ujë. As për ujë nuk është fjala. Po çfarë pusësh janë këto? Partia jon nxjerr flori. Ne nxjerrim nga nën toka flori me krushta. Keni shumë antar? Nga një në çdo parti edhe në çdo qeveri. Celulari. Për ju. Alo? Zotin Lëngu ndeshim, i lutem. Karafil Lëngu ju dëgjon. Nga studio televizionit flasim. Zonjush e nderuar, mund t'i plotësoni një dëshirë një miku tim që kam këtu afër në tavolinë? Patjetër. Zotinelli, Urdhëro zoti Lëngu. cila nga estradat tona ju pëlqen më shumë? Parlamenti. Ju lutem estradën e parlamentit na jepni. Patjetër, zoti Karafil, patjetër. Waiter. One cough, please. Right away, sir. There you are, sir. Yep.
Po ku je, zoti kryetar? Po të kërkoj gjithë ditën. Ha? Sa e ke kilën e mishë? E nga pëndariko. Më falni, zoti kryetar. Në hotel në thënë që kishe takim me kryetarin e parlamentit, kështu? Të thënë të drejtën, unë në parlament duhet isha. Dhe më thënë, unë isha, nuk isha. Po jam shumë i kënaqur që u takuam këtu, jashtë atë deut. Jam Shumë zhunë bëhet këtu në Greqi. Pse për tasin, mor, çaka? Duan të shesin mallin. Shiko, i thuaj të mbajnë qetësi se do t'i nxjerr të gjithë jashtë do t'i nxjerr. Qetësi. Do të nxjerr në njërin jashtë. Këto ti i ke therru? Jo, nuk janë mi. Nuk janë të mit, janë të kryetarit parlamentit grek. Po, me që ai kishte një takim me ambasadorin kines, unë mendova që ta ndihmoj duke i shitur një 2-3 qenë. 2-3 qengja. Dgjoj këtu. Ditën e mërkurë, të gjithë parlamentarët duhet të jenë në aeroportin e Athinës. Që aty kolektivisht do të nisemi direkt në Tiranë, qartë? Si doni ju? Jo si dua unë, po se kemi vendosur në parlament, e kemi votuar nen për nen. Duhet të ketë raste që parlamentarët duhet të ndodhen edhe në Shqipëri kur ka parlament. Në rregull. Qartë? Qartë. Hajde të vaftë mbar pazari. Edhe ju, faleminderit. Çapa do tre, çapa! Mirëmbrëma. Kalispera. Këtë i thua kalispera ti. Kemi gjithë ditën që të kërkojmë. Kalispera më thënë. Mua të me kërkoni? E faleminderit për respekti. Dhe fani, cili jeni neve? Cili jeni neve? Deri më në këto shaka. Kemi ardhur Kastile nga Tirana vetëm për të takuar ty. Nga Bridhni. Do të merrni batania nga filmet e imja, mëre? E faleminderit. Për kam më merë kjo për budalla më merë? Që e ke emrin? Rëndësi ka emri. Rëndësi ka ke firma Alba, është firma që ben bataniet me kurushme këtu në Greqia. Do të merremi vesh për çmimin. Po të blesh me shumica do të bëjmë një ulje. Sa i ngjanë moja më. Me falni zëngjusha. Do të merri një kulorja e na uzaki për zotëria. Pelo, mos më prish nikë. Oqi, efkaristo. Ndodhi një keq kuptimi vogël. Doni të pini një keq kuptimi? Seanca sot anullohet. Nesër hapet në orën 9. Ngri kryetari edhe kjo koqja të uliri. Alo? Po? Dëgjoj këtu. Zoti kryetar.
Kam gjithë ditën që po I bie telefonit, më në zotni. Unë s'kam as 2 javë që kam ardhur në Amerikë. Si? Zoti kryetar. E për mua mos u bëj hiç me radhë. Si? Edhe tani që la zilje telefonit, me punë të larta shtetërore po merret. Si e the? Ndodhem në kabinetin e një senatori amerikan. Me kolegun po bisedoj lidhur me disa investime. Po. Alo? Alo, Amerika? Au. Edhe këtu në Belgjik, s'punoga nga drejt telefonash. Signorina. Die telefoonkaart, ja? Europa 5, ja? Signorina. Desiderato bashkë cenare insieme. Signorina. Io sono un affarista straniero e non conosco nessuno in questo paese. Tieni veridamente una ragazza bellissima.
është e vërteta, unë e kuptova qëllimin tuaj të mirë sa po ju pash. Po njëkohësisht jam i detyruar t'ju them se që nuk ju kam kuptuar as pak. Io sono affarista. Kanë ardhur gjithë, seancën e deklarojmë të hapun. Jeni të gjithë? Atëherë nisemi. Tani le të ju më them. E gjithë kjo shpellë tu është mbushur me dollar, armë edhe tritol. Që s'tua ti që jemi si veshka midis dhjamit këtu. Le të fillojmë nga e para. E di cili jeti? Si nuk e di. Kush? Karafil Lëngu, kryetari i bashkimit që bën fuqinë. Si një poshtër, një maskara që se ka shoh. Nga 1 minutë. 1 minutë se nuk mbarova. Për pos këtyre që that juve, unë jam dhe burr shumë i poshtër. Por ama njerëzit më njohin për njeri të ndershëm dhe të mirë. Shikom mirë. Pa mirë. Më je mua ti? Tam shikon. Jo. Jo. Nuk ju njoh. Më falni. Si emër ju thash që jeni emri dëgjuar, po si surrat për herë të parë ju shikon partia jon. Para 25 vjetësh jemi gjendur ballë për ballë. Në ambient avërsisht si ky. Unë i burgosur, ndërsa ti hetues. Nuk më kujtohet. Që ke qenë hetues? Jo, s'm kujtohet fytyra juaj. Po ka kaluar dhe vite. 25 vjet. Atëherë kam qenë djalë i ri. Kam qenë i pash. Kam qenë djalë i pafash. Kam qenë burr shumë i ndershëm. I poshtër ke qenë. I poshtër ke qenë atë. Ashtu, ha? Po. Pse kam përshtypjen që kam qenë burr i mirë? Nëse kanë kaluar kohën që nuk kush i mban mend. Të bëj një pyetje. Urdhë. Të kam rrahur ndonjëherë, më të kam rrahur? Me rrypin e pantallonave. Ashtu, ha? Çregjimi i poshtër. Të kujtohet çfarë ngjyre e mban Jaripi se unë se mbaj mend. Ka qenë ngjyrë vishnje i errët. Ashtu siç më bëhet i kurizin. Ashtu, ha? Ka qenë regjimi i poshtër. Edhe më ka rrahur nga ana tokës, Si, që fare mirë mund qëlloj edhe nga ana tjetër, pa që regjimi i poshtën. Na morin qafë të gjithë, po shikyr që e shporën, thoj, dhe shikyr që erdi demokracia. Ja, ti më tonë se ka ardhur demokracia, ha? Zor, Grikot. Zor, Klepata. Po qoj më qupimë se ne dolim të njohë, ne dolim tanë tani. T'ja marrim një këngë, orë zotin Eli. Nuk më keni mua, as për valle, as për këngë. Hajde se këndojmë ne dhe kërcejmë ne si parti. Me Kleopatra, mire një këngë më qup. Po çfarë të këndoj zoti kryetar? Atë që më këndove mbrëm. Besoj se nuk më mbani mëri, e? Absolutisht jo. I thone? Përnderje kriminell për të pjerë në kufë. Hajde gëzuar.
Ko e shkuar, zjarri shuar dhe e ginti vjen. Me në gëzuar, ritmi zgjuar i jeni më kthen. Himi valloj basha treja, son të lekun të zareja, nga ju e shpirtin më në men. I martuar jeni? Po. Keni fëmijë? Po, një vajzë. Unë kam 3. E di, një ke në Meksik, një në Spanjë, një ke në Japoni. Hajna bëf fëmijë. E gëzuar? Gëzuar. Nga ju e shpirtin më në men. Bini Londra mos pushoni, zemrën time ma shpërngoni, son të them jem dua ta haroj. Në Tiranë banon? Ca këtu, ca në Greqi, ca në Itali. Ashtu, ha? Çfarë punë bën? Mbledh para. Ashtu, ha? Dollar, marka, lireta. Koleksionist? Si biçim është. Dgjoj. Mordë. Ti ki me kohë të mirë unë, apo... Se kemi ende rrugë të gjatë bashkë. Po mos harroni se unë jam kryetar partie. Po punë madhe, pikërisht për këtë. Ju i plotësoni të gjitha kushtet për një bashkëpunim po kështu. Alo? Urdhroni. Zotin Lëngun dhe ishim i lutem, nga studio televizionit flasim. Aha, kryetari ku me vrap në një mbledhje urgjente. Me sa duket sot nuk pas ka ndërmend që të vinë në studio. Sonte nuk e besoj, po... Le të shpresoj se do vi radhën tjetër. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, të na falni, po kur vendosëm që emisioni ta drejtonte një kryetar partie, menduam për më mirë. Por ja që kryetarët e partisë janë të mbytur me hallët dhe punët e partive të tyre. Por kryetarët vazhdojnë programin e tyre, ne vazhdojmë programin ton. Tani në këto momente për ju do të vi trupa e estradës së qytetit të Durrësit. Flora moj. Erdha. Më shikoj një. A erdhi Rakibi me makinën e sheqerit moj? Deri tani jo. Jo. Po mos e kam ndodhur gjë. Mos e çrxuar makinën në një vend. Po na morin qatë. Po i thon 20 ton sheqer. Ku i lash me çka ku i lash? Çfarë kërkon? Po cigaret me ku i lash cigaret. Po nga paketa ime. Marlboro? Pas ke filluar Marlboro? Bukur. Po janë të forta, të bëjnë dëm. Po si hallin tim këti. Ti ke hallin e kuletës. Dëgjoj, lërë mua betani shko me qik makinën llogarica të bëjti. Me hallin veç. Ço betani, ço. Mirë, mos bëj. Vafe drejt. Erdha shpirti erdha. Hajde pra, hajde. Erdha zemra. Hajde me zemrën. Ma mrove dajren e? Si urdhon të keqen? Pa faqoren, ma ke mush? Si urdhon shpirti? Vetëm se meze nuk ka. Pse? Ha me se, rregullon e gjotje, sa jo e gjopër. Po mirë, i qingjis e 2 benzine. Po bukur fort. Vetëm mos i vonosi ma pas ka qefi, pi këtu në bale. Ta pi shpirti jote? Erdha shpirti erdha. Flutur kam, flutur. Vape, si unë gryse. Si për ti. Ja, po moj qika ki për lokun tëmë. I qingjis, 2 benzine e po bëjmë qef. Po ti Flora? Ja, po i qoj buqit makinën llogarica. Flora? Urdhra. Po jo me lubonin që ashtu e? Çfarë? I qik qef pra qef. Qefi jon. Flora moj! Erdha mor dreq. Ja, ky është qefi jon. Vafe e drish. Erdha shpirti erdha. Hajde. Duket se hangra këtu me Flora, hangra këtu. E pse? Po ja me Flora, ja. Kam fituar 5 milion nga sheqeri dhe kam humbur 4 milion nga karburanti. E qa fitova? As 1 milion. 1 milion. Po mjaftore ke 1 milion. Po qa 1 milion? Qa 1 milion? 2 dele, 300 pare. Qomi vafe, kapi vale. Mashallah, se shtu paska je. Porsi i plonci në qeni. Qyqa. Mraft, pika mraft. Që kemi? Nga mon, ka të pushi plonci. Plonci? Po folmi budallaqe se doli risku jot. Qyqa. Aty qik për ty ka, doli risku jot, thot. Masi ta haj. Më vërtet me? E di unë, kur ha plonci, boshi fort shumë të raftë pika ta. Lumë si unë qa puni kone, ia plonc, bo e ta zgone. Po
çmërri këtu, Po çmërri këtu, më të them. Shko më i pyeta erdhi Rakibi apo s'erdhi. Që unë. Po i thon 20 ton sheqer. 20 ton sheqer. Që kur ka fillu sheqeri, na ka ngel vetëm zeher. Vathe! Erdhe Flora! Urdhë shpirti! Të kiqen motra, shikojnë që ka erdhi ai driq Rakipi se buqesh gjithë nerë. Shef Montejote, vetëm sa ti ngof pak plonësin loku tën, ha? Shef Montejote të keqen? Ha, moj Flor. A erdhi ai driq shoferi apo jo po them? Ja Allah, shoferi, Allah. Ku jetu shkue, se rruga jote erdi shofer, po e të gjoj unë që pas ka të mahrue. Jalla shofer, jalla, ku jetu shkue. Të morë drejqit gotë dhe kisë të morë të drejqit. Mi teke vim vete të drejqin. Qalli ka mënë që. More burë, me gjithë këto para që fiton, po bojor një qikë se vapë. Qa se vapi? Mo pa më tepe leku të i thu se vapi. E di. Ndimojnë qik vatën dhe lokun. Ka një tuf kalamaj me 2 rogat vogla janë. Mërë po, shpia pa misiste këtu, legët me lopatne. Ha, një gjomu, si thu, japim 100.000 lek, do na shofi zoti. Mirë jeti. T'japa? I jeti. Mirë. Na këtu! Jo nga të trejet, pa të të vjetër të fare. Mirë. S'kara da, qova Falkan me Garingjën, po s'kisht ardhë. Qo i Rizaurene, se e shetan, apo që e bebetën. Jo, mo jo. Qa doja gëgjia mi? Po pyt për shofirin. Ma së boni marak thuj, fin fonët e sone. Ka shku në i piqërugu jonë me to, ta i soni. Në gjove? Jo, mo jo, vate afrojnë që mos ma me për tërse. Që që haj? Mu dhe buri tim nga ka lenë zemër me odhoni 100.000 lek. Po tha me isa ju në njohë për kalamojt. Gjithë të lek për nemi? Po. Kotë të shikoti ma? Po. Flore, trof burri, trof quni, mos pafshi keq vetën tuj. Flore, mos është pafshin gomën të makinës i shalla. Pa, me thuj atë. Buqo, ja dhash do u gëzuar shumë. Shqyqyr, në anë veshë të hatë. Hajde të flesh se e lodhë. Ike, e se kam halë shqyqerit unë, flim të. Kam ko për gjumë. Gjithë të lek, kotë të shikoti ma, 100.000 lege, atë që ko për t'i bojë supiz ati loku ten, ko për t'a habis fare. Vafe mi driq. Erdhe më shpirti erdhe? Pa pire pra dajrën. Aha, s'puna dajrë. Pse? E ka zonë parja. Që para që dhutimi? Buqi. Në dha lek, me rrugullu ka le mojtë tha. Hikni bënë laqë. Për kokë tate. Bënë më qare burri ashtë më qare. Sa lek janë? 100.000. 100.000 leke? Që të lek më te? Për kokë me buqi. Faleminderit, robo! Po. Qa sot? E premte. Ditë në djelë do bëm Garingjën sënet. Qyqe. Ne kemi zanë fijume, bëm Garingjën sënet. Mirë. Martën gosën. Në regu, ka pare plët tu. Bëm të tujo ne. 15.000 bëjmë e zarën sënet. E tresin nga të rove. 15.000 martën gosën, 15.000 bëjmë qonë sënet. Qyqe. Që marto ka gosën me 50.000 lek ne? Vetëm paja, kuj se lek do. Kështu, ha? Mirë, se regullem nërëshe. Mi hishtë ka faqua da këzja, më shketë të punë në rakijë. Mi lërgoj njërë. Mi lërgoj të njërë, më sa në të ro. 100.000 lek të me? Qa fletë me? Ja, nesër, në këte ne do t'i blejmë fustan për qonin. Qyqe. Fustan për gosën, pra thamë? Fustan për qonin e pra, se do t'a bënë synet. Mirë, një gjatë. Dhe në këtesë është e madhë. Më në të të voglin. Shkrejke pjesë gatun, blej fustan për qonin. Qare? Fustan për synet lik për qonin këtë tezga. Mi po të laqe, t'na mori qonin e infekcion e t'na njeli beqar. E si me t'ka qoni beqar për qik infekcion në? Remi po të laqe me në gojë, sti gjoti. Vegle burrit është delikatër. Në gjonu se ti ma shumë. Bëjmë shumë. Një gjatë. 70.000 lek i blen gocës bikurina. Bikurina? E me vez, e ne bëjmë. E bëjmë gati gosën më me vese me gjithë, që bikurin me shtotimi. Më pra ashtu më përmenshme grash, këmishkan e tjere. Biankerina me të hektë mortja, Biankerina. Po pëse më në këthu, ne duinë këtu, brek mi thuj. E më pra mos. Se menshëm që jeti më driq.
Po me italian vi po të vajgjë unë. Sa e prat me italiani, zoti Bërzilok, unë I përgjigjem, prusent italiano. Dëgjoj, e lëm për 70.000 lekë I blen brek. Që do gjithë. Goca 70.000 lekë. Gjithë 70.000 lekë. Në gjose s'ni gjoti. Gjithmonë s'ke pësu prej meti. Je mëj menqin, I dini ma shumë se ti. Qunët që bëhen synet, e në gocat që martohen, s'ka nevoj për ata. S'ka nevoj që bëti. Mirë, qërë bëve dhe? Si? Ne për bëjmë shtu. Të shti 15.000 lekë unë për bëj palë këpus për vete, 10.000 lekë për bëj ty palë këpus me taka. Je knoqme? Që të bëjsh more? Pus me takave. Laka, dëmë për shqefine. Po full me shpinët full. Aman të keqë. Për kokën ta të full. Dëmë bëjsh I palë ashtu more. Qenë ato? Streqe. Jena të që gjesin kofshën selamet. Të pas ka morë molli për maternitet duket. Që më gjeni dhe të Po unë gjeshka në me I kam rështu pa veshët do t'imi. Veshët I esojmi? Ty zu pensione maternitet, ma se diskutatë në shëta. Mikë lekë, bleme bërgjinë se për qunat, ka 8.000 lekë, bëjnë 20.000 lekë. Dakord jam, po. Pse me sa qune pas kemi në kështu? 5 qune, pra. Ku jonë 5.000? Garinjë. Po. Falkava. Po. Bebeta. Po. Tajsoni. Tajsoni edhe I funit Romario. Të hek mardja. Romario është I Nurijës. Edhe gjithë me Krishtonin duke zinjore drejgji. Gjokë, se kam menim tjetër. 100.000 lekë këtu, si që qenë këtu të dy bashkë, ne dëshkim të shikë dyqani, blejmë bufe italiane, e bëjmë shpinë ekspozit. Qeq, bufe. Pse? Unë thëmë martëm gosën, kësëm... Po që për gosën, unë thëmë qunin. Një gjëto. Qunin pet, dhëndin s'pret. Kështu, a? Atëherë kërë bëjmë qunin, pa bëjmë me dhëndrin, pra. Që bësh dhëndin të me? Dhëndin ka bojë, do me lëmë për kjo fare, si? Unë po thëmë, dhëndin s'pret për qunin unë së shpinë, se për lëmë kokën nëpër në përilishte. Po qunin, ku të bëjmë, ku të bëjmë une? Atë keqen si, unë thëmë martëm gosën. Unë thëmë qunin. Unë thëmë gosën. Unë thëmë qunin, për thëmë. Unë thëmë gosën ose zgjat. Unë thëmë qunin si u zgjat. Unë thëmë gosën. Me dhe me kodë, me dhe me. E mos më nëvri, jemi një pash, mirë këtu. Ta funda faqorit. Më kështu më ki prishtë për mërë. Si të bali, për... Dhe një herë që... Më kështu më ki prishtë për mërë. Maraje, asi njërë të kam prish. Për kokën e mëjmë asi njërë. Leqi, që pas me prish një herë. Bëda maqi që qeke. Unë për të më se ka prish asi njërë. E në qëketi bëjo, merë herë dajë se nuk e kene një smirë punët. Nuk përna dajë, ja. Pse? Se hy parja. Ke drejti. Ku hy parja, s'po në dajë. Ashtu? Po mirë mja, në një moj kush ne të dyve kërë martume. Ja. E në synet, në fortët e mija po. Nuk di gja. E regullojmë punën. Ku përshka? Thuj për kokt I Zarës nuk e nga lek me dorë. Për kokt I Zarës nuk nga lek me dorë. Në regullë? Në regullë. E regullojmë këtë punë. Ku përshka? Unë do shkoj të shi dojtë ke buqi. Lëkro. Rriba të me dërgojnë të të zhvën pas të lëromi të se në gjërë gjimë hake. Me dërgojnë për të ta fusin krushtë tonilët. Lëkro. Me pra me dërgojnë. Me dërgojnë për të tonë. Kështë dhe. Moj, fone moj, dërgojnë. E që të legë lëga. O, zoti buq. O, zoti buq. Orna. O, Bërzilok, Ama Bërzilok si ke punët? Ma lëroj qik dajre, ne? Si të lëroj? Hiqi, merri paret. Pse? Se du me kënumër vlaj dashur. Merri paret. Ma merri më vla paret për tëmë. Merri. Merri gjithë, ashtu. Gjithë. Regull jemi. Po në t'i dash me gjithë shpirt, po kush me gjithë zemë. Kush po thot jo? Dhe gruja. Kush po thot jo, më vla? 10 herë faleminderit që mi dhe, 100 herë faleminderit që mi more. Inë në regull bashkë. Një shumë I leqën fare. Shqyqyre bante, baba e pepe, o shqyqyre. Do vish hash planës të po, do vish dajres. Jo, më se java! Zotineli, shlironi, pse rini mërzitur? Hani, pini, rini si në shpinë tuaj. Po kaq karagjosi është tjetër. A mendimi yt? Pa pyet se ç'thot populli. Pa pyet se ç'thot elektorati. Ç'e elektorat ke ti më? Ku ke elektorat ti më tash? Nuk kam po do marr borx. Më kanë dhënë fjalën ja 2 kryetar partie që do m'japin sa elektorat. Gjo. Deri tani kam rraur ca simpatizant, ca antar partije, bile edhe ty në kryetar. Po kryetar nuk më ka rasisur akoma rasin. Ke qef të rafësh në njërin? Kam unë një kryetar partije që ka 4 vjetë që po I ha kurizin. E cili është ai? A ta them vesh.
Nuk e ka hak një dajak ky, he? Po ti për veten tënde çfarë mendon ti? Asgjë për veten time. Unë gjithmonë kam menduar vetëm për shokët dhe për miqtë. Zgarajosi. Po si I ka shumë me vrapë? Po ku desha të futesh? Ku vajte? Në banjo. Pse? Si pse? Po vajte në banjo. Po pse me vrap? Po hapra. Unë mund të shkoj afare atë si zotni. Po ne shqiptarët çdo gjë duan ta bëjmë me vrap. Po ti nuk vajte se unë dëzuar me skallme. Nuk vajte ajo. Po mbarova punë në vrap e sipër. Kryetar partie ti. I bashkimit Gjykon Fuqiri. Po kush të zgjodhi kryetar? Ty mor. Aman. Ha pra, edhe unë çuditem. Po kanë mendim shumë të mirë për mua, mër zotin Eli. Çfarë të bëj unë? Çfarë faji kam unë? Ja ju më njini me rrënje me dek, po nuk u beson njeri. Po të njor. Sinqerisht nuk u beson njeri. Po unë nuk e dija që isha kaq I mençur, kaq I zgjuar, kaq larg pamës. Populli ma tha. Unë edhe tani nuk I di cilësitë dhe zotësitë e mia. Presi ti mi thot populli. Nja dy miqve të mi që më propozuan në fillim për kryetar, u thash ore, më njihni mirë mua cili jam. Më njihni apo s'më njihni? Si nuk të njohim më zoti kryetar tha. Ti je buri ndershëm tha, je buri zgjuar, je buri mençur, je larg pamës. Ore më njihni mirë se nesër mund të më dalin palara ti thash. Se unë kam bërë këtë, kam bërë atë. Jo, zoti kryetar ato I ka bërë Zambaku. Ja, mos I bini qaf Zambaku tha. Zambaku është buri mirë. Ai është për kryetar partie. Zambaku tha është buri poshtër tha. Ju jeni buri ndershëm dhe larg pamës tha. E po thash unë kështu që nga vërtet se populli nuk gabon, edhe vendosa dhe u bëra kryetar partie. Çfarë faj kam unë xhano? Mirë, ky popull thuaj. Jo. Në fakt, jemi një tuf kryetarësh neve që jo duhet ikim, po duhet I qërohemi një orë më përpara. Po nuk na heq populli, çfarë di bëjmë? Ja u morën parat ne. Ja u morën parat popullit. U revoltuan ata. Ran qetësi pastaj. I thamë ne do t'ja u kthejmë. Ata prap urra. Pastaj ran prap në qetësi, nuk ja u dhamë ne. Po I lëm pa ujë, po I lëm pa drita, po I lëm pa punë. Po nuk na heqin, mo, çfarë të bëjmë ne? Çfarë faji kemi ne? Po e di që ke të drejtë. Po do e mos I kam të drejtë. Por e di ç'ke ti? A nuk vjen nën kryetar partie tek unë ti? Dgjoj, më çu. Mendoj një. Mendoj. Dgjoj më çu. Merr telefon atë studion e televizionit edhe thuaj që t'japi diçka për të qeshur për popullin se na mbeti populli pa qeshur atje. Qartë? Alo, studio televizionit? Urdhëroni, ju dëgjoj. Nga partia e bashkimit që bën fuqin po flasim. Kryetari nuk vjen se shumë I zën. Më porositi që ta vazhdoni emisionin. Të nderuar telespektatorë, falenderojmë që na ndoqët. Do të ndajemi këtu edhe për sot duke u lënë në shoqërinë e disa grimcave humoristike. Natyrisht që takimi ynë do të jetë për javën e ardhshme, si gjithmonë, ditën e shtunë. Natë e mirë. Pasta kushton 80 larka. Me qënë se s'kam kusur të kthej, urdhroni 2 cigare. Kështu që urdhroni edhe 6 cigare të tjera, edhe më jepni një pas tjetër. Më duke sikur u zgjua djali. Jo, po fleju bëftë mami, e kam mbuluar mirë. Shqyqyr filloj të flas. E dëgjove sot më mëngjes sa lezet I kishte kur tha mama? E kish lezet, kish, po tha baba veç. Mama. Baba, vejtë fjala baba është më lejtë. Ba. Fjala e parë që mëson çdo fëmijë, mama. S'është e vërtet. Ja, fjala e parë që kam thënë unë, për shembull, ka qenë marmalat. Ti bën përjashtim? Edhe djali ynë bën përjashtim. Tha baba, pik e diskutime s'kam. Baba. E më de, e dëgjon, mama po thret, hajde tundu. Alo, komunalja? Ju lutem dërgoni një teknik se më është prishur lavamani. Urdhëron? Aha, po. Adresa është kjo. Pallati 60, apartamenti 9. Po. Ju falenderit. Tu je tjetër? Jam hidrauliku komunales. Ka I shpejtë? Ju lutem, leri një donit. S'kemi ç'bën, kemi shumë kërkesa. Më falni, unë flas shumë seriozisht, unë tani sa lash rrezëtorën. Ashtu? Po, a është pallati 60, apartamenti 9? Po. A është blokua lavamani? Po. A jeni ju Qelo Dëllinja? Jam morë vëlla, jo. Qelo Dëllinja ka banuar këtu, po ka 3 muaj që është transferuar në një qytet tjetër.
Unë në koncert ju dëgjova me vëmendje, por të them të drejtën nuk ju mora vesh asnjë fjalë. Desha të pyes, gjithnjë nuk ju merren vesh fjalët? Jo gjithnjë. Vetëm kur këndoj. Pra, edhe një herë, çmimi i parë i jepet këngës me titull Lulet e mëngjesit. Ashtu, përpara se të ndahemi shok, ju porosis edhe një herë që të mos na ndodhi si vitet e kaluara. U tha këtu brenda për brenda jurisë, jashtë të mos na dali asnjë llaf. Çmimet duhen mbajtur sekret deri në mbrëmje pas koncertit të fundit të festivalit. Ç'është ajo fjalë? Ne si jemi fëmijë. Pasi diskutoi të 20 këngët e festivalit, e duke u mbështetur edhe në mendimin e spektatorëve, juria vendosi të nderojë me çmimin e parë këngën